Jemi në pjesën e parë të kësaj ndeshje të fortë. Rezultati vazhdon të jetë 0-0. Skuadra Brangos po sulmon me kampionin e saj Oli. Oli! Domingos 1908 po mundohet të mbylli hapësirat me çdo kush, por lojtarët mbrojtës të Brangosve janë të mirë organizuar. Lojtarët janë në formë të shkëlqyer dhe është një kënaqësi të shohësh në lojë. Jepi Oli! Oli po e mbron topin shumë mjeshtërisht, duket sikur i është ngjitur pas këmbe. Nga stoli trajneri nxit lojtarët e tij. Çfarë shfaqe? Unë jam Oliver Harton. Ky më duket si një aksion i mirë për të ndryshuar rezultatin. Vendosmëria e këtij djaloshi është e rrallë. Brohoritjet, tifozeria dhe ngrohtësia e kësaj turme. Ja dola mba. Kjo ishte ajo që doja. Jepi Oli! Domingo 1908 po i vuajnë Dikur gjithçka që bëja ishte të vrapoja pas topit. Dhe ja Oli e kalon kundërshtarin e tij. Ja dhe kampioni, por tani rrëzohet për tokë. U detyrohem atyre djemve për gjithçka. Nuk do t'i harroj kurrë. I kam njohur në qytetin tim. Në qytetin ku kam lindur. Mirë. Pra, dhe ti ke luajtur futboll në shkollën ku ke qenë, ë? Po. Sot kemi një ndeshje shumë të rëndësishme. Të siguroj që nuk kam as pak kohë të merrem me një fillestar si ti. Një ndeshje të rëndësishme. Skuadra jon pra Njupi do të luajë kundër St. Francisit për fituar fushën e lojës. Për fushën e lojës? Po, sigurisht. Ju luani për fushën e lojës? Fati i Njupi do të vendoset në ndeshjen e sotme kundër St. Francisit. Si ndim se do të keni nxitsen më të mirë të tifozave në botë, këtë që shikoni, prandaj nuk duhet të keni frikë nga asgjë. Shkoni në fushë dhe tregojeni se kush jeni. Oh, të lutem. Është e lehtë të flasësh kur nuk luan. Është e pamundur të fitosh kundër St. Francisit, kjo dihet. Nuk ju duroj dot kur qani si bepe, ju e pranuat vetë sfidën edhe tani duhet të fitoni. Fajin e ka Brusi, ne nuk donim t'i sfidonim. E detyroi Benji i St. Francisit që të pranonte sfidën. Ai tha se nëse do të arrijmë të shënojmë qoftë edhe një gol të vetëm kundër tyre, mund të përdorim fushën sa herë të duam. Kjo është e pamundur, nuk do të bëjmë dot as edhe një gol. Mjaft, pa më thoni pak, ç'është gjithë ky pesimizëm këtu? Hey, ç'kemi Bruce? Forca, nuk kemi arsye për të qenë kaq të mërzitur. Erdhe më në fund, a? Mendova se mos të ishte futur frika edhe ty. E ke shumë gabim. Unë as që nuk e njoh fare frikën. Bruce. Po ky djalë, kush është? Ai është shoku i njëri skuadrës. E takova kur po regjistroi në shkollë. Më tha që do të kishte shumë dëshirë të bënte pjesë në një skuadër futbolli. Edhe ti e solle këtu, Bruce? Po, unë mendova sepse mund të na hynte në punë një lojtar më shumë ne edhe. Ç'kemi? Unë jam Oliver Harton. Gëzohem që u njohëm. A mund të flas pak me ty? Eja këtu! Çfarë ke kështu? Si të shkoj në mendje të fusësh në skuadër, një picurik të vogël si ky. Po... Nuk ishim nevojë për të, ti e di. Nuk është momenti të bëjmë prova tani. Kupton që nëse nuk arrim të bëjmë një gol sot, ne s'do mund të stërvitemi më këtu. E di më mirë se ty, profesoresh. A u tregova i qartë djema, duhet të shënoni me çdo kush sot.
Duhet përkushtim. Qëllimi kryesor i kësaj ndeshje është që të ngrem emrin e skuadrës dhe të mposhtim Benji Pricein. Benji Pricein. Pikërisht atë portieri që ka pësuar më pak gola në kampionat. Një kampion i vërtet. Nuk mendoja se do të kishim përballë një portier kaq të zotin. Por kjo nuk do të thotë që nuk do arrim do t'i bëjmë një gol. Sa herë që e takojmë ai na vën në lojë të gjithë, nuk është e drejtë. Ajo është një skuadër mendje mëdhenj, nuk duhet të na bëjnë më shumë se 10 gola. Çfarë the? 10 gola. Fatkeqësisht kemi një problem tjetër të vogël. Çfarë problemi Mes kemi? fushori i majt nuk mund të luaj dot, ka dalë jashtë loje. Më vjen keq, por vrava këmbën gjatë stërvitjes së djeshme. Çfarë? Nuk është e mundur. Tani jemi edhe pa fat fare. Të mos dorëzohemi. Oli, a ke dëshirë të luash ti? Sigurisht. Ata pici rrug nuk e din as se çfarë do të thotë luash futboll. Do të jetë më shumë një shëtitje se sa një ndeshje, edhe pse dua përkushtim maksimal gjithsesi. Mos harroni, kjo fush duhet të na mbetet ne që skuadra jon të vazhdojë të stërvitet. Duhet të bëhesh gati, Alen. Sot do të luash ti. Në rregull. Do t'i lëm të stërviten në orën tonë të stërvitjes. Stërvituni me gjuajtje të gjata. Do jetë mbaruar. Oho, jo keq, Oli. Ha pra Bruce, a vendose se në çfarë pozicioni do të luash? E them të luaj në vendin e Cliffordit, do të jem sulmues. Ndërsa Oli do të luaj, prita mendoj, përshtatesh më shumë si mbrojtës mesfushor. A ke dëshirë të luash atje? Po, Edhe bëj kujdes, mundohu të mos bësh shumë gabime. rriqet. Ha, e ja dhe kundërshtarët tanë. Lëvizni, nuk duam të humbasim shumë kohë me ju. Ne kemi gjëra më të rëndësishme se sa të luaj me disa lojtarë fillestar si ju. Çfarë the ti aty? Qetësohu tani. Riurt Bruce. Atëherë, marrëveshja është shumë e qartë. Nëse ju do të na bëni edhe një gol të vetëm, do të merrni fushën. Dhe ne të St. Francisit nuk do të kemi më të drejtë të stërvitemi këtu. Por nëse ju nuk do të bëni as edhe një gol, nuk keni për ta parë as në ëndër atë fushë, në rregull? E pranoj sfidën, ne do t'ju bëjmë 10 gola dhe jo një. Mja fole tani, fillojmë lojën. Mirë pra, si thoni sikur të bëjmë pak nxemje. Po përse duhet të bëjmë nxemje? Sepse sot Njupi luan një ndeshje të rëndësishme dhe ka nevojë për ne. Nëse nuk do arrim të shënojmë të paktën një gol, do mbasim fushën. Çfarë? Me të vërtetë e ke? Pse ju duket sikur po tallem? Forca, jepni maksimumin djema! E jutja! Ole! Hive! Pasoje, pa paso mua! Talluni sa të doni, do ta shohim se kush do qeshi i fundit. Mirë, Benji Price ka vendosur të mos luajë, Nuk janë as pak të organizuar në lojë. Të vjen keq për ta. Nuk mund të na poshtrojnë kështu. Duhet të bëjmë një gol. Kanë nevojë të marrin një mësim të mirë, kështu do të heqin dorë së luajturi. Tani mjaft u tallëm, le të bëjmë një herë një gol. Jepi, gjuaje. Po si e priti? Vazhdoni! Hapuni, ky është një top për mua. Do ta mbyllun. Prapa ai. Po, Kush është ai pici rrugu? E marrë të mira. Më vjen keq. Më duket sikur luajmë pa kundërshtar. Artur, sa po të fishkëllej gjyqtari, ma paso topin mua. Po, patjetër. Mos, unë të thasht ma kaloj e mua të veqel. Faleminderit. Artur! Ja dhe një tjetër gol. Mos, akoma ai. Të lumë të Oli, je një kampion i vërtet! E marrë të mira, po ky kap ka të gjitha. Shumë mirë, Oli. Papa, je më i miri, Oli, jepi! Çfarë goli djema? Po zgëzo kaq shumë që bëre një gol kundër Njupit.
Nga rezultati duket se ndeshja ka përfunduar tashmë, të shkretët. Nuk kemi që të bëjmë. St. Francis është një skuadër e fortë. Mund të jenë vërtet një skuadër e fortë, por nuk ka mundësi të mos bëjmë asnjë gol të vetëm. Ne duhet kemi besim. Ke të drejtë. Mos u dorëzoni djema, ju mund t'ja dini. Po, duhet t'ja arrijmë. Ne nuk dorëzohemi. Është e lehtë të thuash mjafton të bëjmë një gol. Ndryshimi midis dy skuadrave është tepër i madh. Jepi! Oh, ja. Po pse nuk po na jep topin? Nuk e di. Kapiten, do të fillojmë? A e di kush është ai Piciruku? Është një nxënës i ri që ka ardhur tani në shkollën tonë. Nuk është i keq. Këtu, hidhe! Mund të bëj një gol që këtu. Edhe pse janë më shumë se 30 metra. Duhet ja dalë mban. Kujdes, Alan! Çfarë? Çfarë goditje djema? Pak më poshtë do t'ishte gol. Gjuajtje shumë e bukur. Ai djali është shumë i zoti. Pas këtij veprimi atletik ndeshja do të bëhet më interesante. Je një kampion i vërtet, Oli, të përgëzoj. Po pse nuk na the që në fillim që je kaq i zoti në futboll? Po, sigurisht. Ta them të drejtën, jam shumë i zgënjur. Nuk më mjafton fare që ne t'i bëjmë në këtë ndeshje 3 gola njupit. Do t'i bëjmë 20 në pjesën e dytë. Po, madje kam një ide më të mirë. Do ta mbyllim këtë ndeshje me rezultatin 30-0. Pol, Alfred, dëgjoni mirë këto. Pjesën e dytë ju duhet ta mbërtheni shumë mirë atë Picirukun, në rregull? Çfarë? Që të dy? Kapiten, më fal që po ndërhy, por mendoj se nuk është e nevojshme. Po pra, e drejt. Ajo gjuajti ishte thjesht fat. Jeni ca të paaft! Ajo për të cilën e luajmë ka shumë vlerë. Mos harroni se nëse pësojmë edhe një gol të vetëm do ta humbasim fushën. Ai bëri një gjuajtje të jashtëzakonshme. Vetëm për pak centimetra do të ishte gol dhe ne do të kishim marrë fund. Alan, dëgjoj. Pjesën e dytë do të hyj unë në fushë, në rregull? Në rregull. Po si kështu, kapiten? Mendohu mirë. Je i sigurt që do të luash? Mendoj se nuk është e nevojshme. Nuk mund të lejoj në asnjë mënyrë që ai Piciruku të na bëj gol. I shkoj shumë afër me atë gjuajtje. Ndeshja po ecën shumë më mirë nga ç'menduam djema. St. Francis është një skuadër me kampion të vërtet, por ne po u bëjmë ballë dënjësisht. Jam shumë krenar. Kujtonin se do na poshtronin, por gaboheshin. Ne jemi të fortë. Nuk do të jetë lehtë për ta të na ndalojnë të bëjmë një gol. Megjithatë ne do të luftojmë deri në fund për të mos humbur mundësinë e stërvitjes në këtë fushë. Ata nuk menduan se do të gjeni një skuadër me lojtar kaq të guximshëm. Shumë mirë e the. Unë jam i sigurt që në pjesën e dytë do arrijmë të shënojmë. Pastaj kemi dhe Olin, skuadra jonë është bërë më cilësore me të. Kjo është më se vërtet. Po të mos ishte ai në mbrojtje, do të kishim pësuar më shumë se 10 gola. Po, por mos ta bëjmë kaq të madhe. Oli, vendosa që në pjesën e dytë do ndryshosh rol, do të luash përpara, do të jesh sulmues. Me shumë kënaqësi. Dhe mos harroni djema, sa po të merrni topin, pasojani atë Olit menjëherë. Sigurisht, kapiten, ashtu do bëhet. Edhe mja folëm tani. Duhet të shënojmë një gol me çdo kusht, kuptuat? Po! Forca, për kushtim maksimal. Brus, a mund të të them diçka? Çfarë ke? Kujdes mos dëgjojnë. Ti mundohu të shkëputesh dhe të më kalosh topin që të bëjmë gol. Kjo është një ide e shkëlqyer, ti futemi punës. Më në fund do futen në portë, bëj kujdes, Benji Price. Është timja. Forca Njupi, bëj një gol! Forca Njupi, bëj një gol! Këtu! Ma jep mua! Gati djema, ky është aksioni mirë! Forca Brus, ngrije nderin e skuadrës. Kundër sultani, përpara! Ngrihu Brus. Çfarë? E rifitove topin?
Fillojmë nga e para, Oli, jepi! O, jo! Piciruku nuk ja del dot I vetëm. Futbolli është një lojë skuadre. Është një lojtar I shkëlqyer. Ka shumë karakter. Mos u nxehni shumë se është e kot. Nuk arrini dot të shëroni, fillestar. Këtë do ta shohim dhe mendje në lojë, trashaluq. Jepi Bruce, jepi të gjithë të dy! Artur, bashkohu me skuadrën, ndiqi aksionin. Erdha, po vi me një herë, kapiten. Nuk ka rëndësi se sa gola do të na bëjnë. E rëndësishme është që ne të bëjmë vetëm një. Të shohim se si do t'i shmang mbrojtësit ai Piciruku vogël. Oli, shko në qendër të fushës, do të pasoj atje. Dakord. Ja ku po vjen edhe Piciruku. Benji Price. Më prit se erdha. Po të pres. Forca, forca, na bëj një gol! Oli! Ndeshja po bëhet interesante. Jam vërtet kureshtar, çfarë do të bëj tani? Më kanë bllokuar. Kështu nuk kam për ta kapur dot topin. E marrë e mira e kam bllokuar. Ik prej andej, Oli! Po! Tani Bruce! Kape Oli! Ai u lirua. Topi po hyn në rrjet. Përsëri shtyll. Kjo nuk është e drejtë. Nuk dua të gaboj më. Në djallë, njaf me këto fëlliksira që po pi. Forca! Këtu jam. Do të pres. Bëj gol! Jepi, gjuaj në ajër. Hapra! Gjuaje! Gjuaje! Sigurisht. Jepi Bruce. Këto nuk e prisja. E pasoj topin në qendër. Prite këtë! S'ka më të letë, shunak! Shënuam! Jemi më të mirë! Ja doli, ban, ja doli! Njubi bëri një gol San Francisit! Sa bukur nuk mund të besoj! Shumë I zot. Por gëzime. Loja jote më la pa fjalë. Nuk ndodh shpesh kjo. E marrë e mira. E lejova ato Picirukun të shënonte. Nuk mund ta besoj! Ai djalë më pëlqen jashtë mase, është shumë I fortë. Ej, mos e tepro, Pati. Lëre të luaj I qetë. Benji Price, ne të shënuam një gol. Marrveshja ishte e qartë. Fusha do të ishte bërë juaj apo të bënit një gol. Ti, Piciruk, si e ke emrin? Mua më thua, emri im është Oli. Oliver Harton. Oliver Harton. Nuk luan as pak keq. Por të këshilloj që të mos e gënjesh veten, sepse herën tjetër ti nuk ke për të shënuar.
Edhe unë të siguroj që do të bëj të pamundurën për të bërë sa më shumë gola. Shkojmë. I shkreti, nuk arrin ta përtyp dot faktin se e humbi sfidën me disa fillestar të gjorë si puna jon. Një top futbolli. Ca kohë ka kaluar. Ne mundëm skuadrën e Benji Price-it fal teje, Oli. Po, është e vërtet. Nuk dim se si të falenderojmë për atë që bëre për ne. E vetmja gjë që mund të propozoj është që sot e tutje të luash për ne. Faleminderit. Mirë. Edhe tani të shohim se çfarë di të bësh. Wow, çfarë gjuajtje ishte kjo? Do të doja shumë të dija se kush është. Të përgëzoj. Dhe një top shumë të bukur në qendër. Përgëzime juve, bët një gjuajtje shumë të bukur, zotri. Con molta decisione quando inizia la
Lajme të këqija, unë kam vënë re një shkëputje të retinës edhe pse e pjesshme. Të them të drejtën, ndoshta do t'ju duhet shumë kohë që të shërohet, por as nuk mund t'ju them se kjo gjë do të ndodhë me siguri, duke parë gjendjen tuaj shumë të rëndë. Më vjen vërtet shumë keq, por mundësitë për të shëruar janë shumë të pakta. Mirë më njës, Djema. Ç'kemi Oli, pas ka ardhur i pari për të bërë stërvitje sot? Më në fund mund të themi se skuadra jon njopi ka të drejtë të luajë në këtë fushë që këtë jetutje. Është një ndjesi e bukur, apo jo, Artur? Unë nuk arrita besoj ende se kemi fituar sfidën kundër kampionëve të San Francisit. Arritëm të shënonim një gol, pra? Edhe këtë arritëm fal lojës sonë në skuadër. Por herën tjetër dua që të fitojmë lojën. Jam dakord, do të fitojmë! Ata do të zvariten përpara nesh. Po çfarë po thua kështu, Bruce? Fatkeqësisht gjërat shkuan kështu. Nuk doja ta besoja. Para se të vija në Japoni kisha një fije shpresë. Por tani është e sigurt që karriera ime mori fund. Unë jam i raskapitur. Nuk mundem, nuk e rezistoj. Edhe mua nuk më mbaj më këmbë. Kështu nuk mundi mundur sërish San Francis. Sankojni dhe ju, Djema. Sa më nuk më këmbë. Fundja, edhe ti e ka ta ndisur, si mos më keq. As që bëhet fjalë. Unë jam ende në gjendje të vrapoj. Mund të ri këtu deri nesër. Na duhet një pushim. Të lutem, ndalojmë vetëm 5 minuta. E po mirë, le të bëjmë një pushim. Ej, Oli, çfarë po bën? Nuk do të shlodhesh pak? Nuk jam i lodhur. Po si ka mundësi që nuk e lodhur akoma? U bën orë të tëra që po vrapojmë. Nuk kam çfarë t'i bëj. Është e vërtet, kur luaj futboll nuk arrit të lodhem. Më argëton shumë. Topi i futbollit është miku im. Topi i futbollit është miku im. Më duket sikur jam kthyer pas në kohë. Edhe ty kështu të duket, unë them se po, ma di jam mëse e bindur. Oh, shiko kush është, ç'kemi Roberto? Çfarë po bën këtu, birim? Po luaja futboll me shokët e lagjës, mami. Po pastaj u kujtova që në këtë orë ti dile nga puna dhe thash të vija të merrja. Djali yt është gjithmonë shumë i sjellshëm, je me të vërtet me that. Po, në fakt jam shumë e that. Është një djalë i ndjeshëm dhe shumë i vëmendshëm ndaj meje. Mirë, pra unë po iki, do të shihemi. Mirupafshi. Shihemi nesër. Eja, edhe për ne ka ardhur koha të nisemi për në shtëpi. Në rregull. Pa shiko pak, ai top të qenë ka vjetëruar. Edhe ky i mirë është, mami. Më erdhi një ide. Me që ky top është ka ta ndisur kaq keq, unë do të dhuroj një të ri për ditëlindjen tënde. Jo, mami. E pse jo, bie? Po të punoj shumë në fabrikë, unë mund të ta blej një top ty, madje 2. Mami, shumë faleminderit, por mua nuk më duhet një top i ri. Me të vërtetë e ke? Së shpejti do shkoj të provonte një skuadër shumë e mirë. Si do të provohesh? Po. Nëse arrit të fitoj, do të bëhem një futbollist profesionist dhe atëherë jeta jonë do të ndryshoj. Do të fitoj një mal me para, edhe për ty, mama. Shumë faleminderit, Bir. Më falni, zotri. Dje ju po shikonit ndeshjen tonë. Jam shumë i gëzuar që po ju shoh. Po, është e vërtet unë isha. Kam ardhur për një arsye të caktuar. A mund të më ndihmoni të gjej këtë adresën këtu?
Të shojmë. Jo, zotëri, po kërkoni rrugën Norton 107? Çfarë? Kjo është adresa ime. Atëherë kjo do të thotë se ti e Oli. Sigurisht unë jam Oli, dhe gëzohem shumë që ju njoh. Të gjeta më në fund. Kjo është e kapitenit Harta. Çfarë? Po kjo që nga një letër nga baba im. Si e, Oli? Roberto është një miku im i ngushtë dhe e di që mund të mbështetem në ndihmën tënde. Këtë letër ta kam shkruar për të kërkuar një nder të madh. Roberto ja ka ardhur në Japoni për arsye shumë personale. Do të rri aty për ca kohë dhe do të qëndroj në shtëpinë tonë. Ai mund të ketë shumë nevojë për ndihmë në një vend të huaj, prandaj të kërkoj që ti të qëndrosh pranë dhe ta bësh sa më të qetë qëndrimin e tij në Japoni. Jam vërtet shumë i gëzuar që po njihem me një shokun e babait tim. Edhe unë, quhem Roberto Cedinho. Gëzohem shumë. Kënaqësia është e gjitha ime. Çfarë? Ju jeni vërtet Roberto Cedinho? Pse je kaq i habitur për këtë, Arthur? Vjen nga Brazili. Çfarë? Ju jeni vërtet Roberto Cedinho? Ju jeni qendër sulmuesi i Brancosave. Keni qenë krye shënuesi në kampionatin e lartë për 2 vjet, edhe përveç kësaj, edhe në kombëtaren braziliane. E pranoj. Çfarë? Nuk mund ta besoj. Tani e kuptoj si e bëra atë gjuajtjen e bukur në ajër. Po shoh një ëndër me sy hapur, kam përpara syve një profesionist të vërtet futbolli. Gjuajtja që bët pas ndeshjes së djeshme më la pa fjalë. Ku keni mësuar të gjuani kaq mirë? E po, ju lutem na mësoni diçka të re. Është pa besueshme. Nuk kisha parë ndonjëherë një kampion të kombëtares braziliane nga kaq afër. Unë mund t'ju jap vetëm një këshill fare të thjeshtë, djema. Loja e futbollit kërkon shumë gjallëri dhe pasion, më besoni. E dëgjova Oli ndje kur tha se topi është miku i tij më i mirë. Jam plotësisht dakord me të. Kudo që të shkoni duhet merrni topin me vete. Kjo është shumë e rëndësishme për ju. Topi duhet të jetë një përbërës i jetës suaj. Duhet të jetë miku juaj më i mirë. Në Brazil të gjithë djemt kështu bëjnë. Nuk dalin kur nga shtëpia pa të. Unë gjeta një top në plera atëherë. Edhe që atëherë nuk kam rreshtur kur së luajtur, edhe si qeni miku i tij më i mirë. Kur mendoj për atë ditë më vinë ndërmend kujtimet hidhura. Ka qenë dita më e keqe e jetës sime. Ndodhesha në një fushë futbolli për të dhënë një provim. Roberto, o zoti madh, çfarë tragjedie! Mamaja jote gjorë! Mamaja jote i gjorë! Mamaja ime pësoi një aksident të rëndë dhe humbi jetën. Dhe kështu që nga ajo ditë mbeta krejtësisht i vetëm. E flaka tutje topin e vjetër që mbaja gjithmonë me vete. Isha i bindur që nuk do të kisha luajtur kurrë më futboll. Merë, djalosh, ky top i ri është për ty. Faleminderit, por nuk më duhet një top i ri. Unë nuk luaj me futboll, nuk dua t'ja di më për të. A je vërtet i sigurt, djalosh, sepse ky top është dhuratë nga mamaja jote? Çfarë? Mund të të duket të pabesueshme, por është dhuratë për ditëlindjen tënde. Një ditë para atij aksidenti tragjik, ajo erdhi në dyqanin tim dhe pasi e zgjodhi me kujdes, më dha si parapagim gjysmën e çmimit të topit. Nuk i kishte të gjitha lekët dhe kështu që më premtoi se do të më pagonte sa më shpejt të mundi. Jam i bindur se zemra e mamas tënde është brenda këtij topi. Ai do të jetë i hyti. Nuk mund t'i hap askujt tjetër, të përket ty, birin. Më falni zotëri, por unë nuk kam para për të paguar gjysmën tjetër. Arri qetë, nuk më duhen parat, por duhet të më premtosh diçka. Një ditë, kur të luash në kombëtare, njëri nga golët që do shënosh, do të më kushtosh mua. Është dhurata e ditëlindjes tënde, topi është miku yt më i mirë. Të falenderoj shumë, mami. Qysh atëherë vendosa të luaja përsëri futboll, edhe nuk u ndava më kurrë nga dhurata e mamas sime. E mbajta me vete. Dhe pa e kuptuar fare, futbolli u bë jeta ime. Pasioni im i vetëm. Prandaj jam dakord me Olin. Topi duhet jetë miku juaj më i mirë. Edhe unë kam qenë gjithmonë një mik i ngushtë i topit, që kur isha i vogël. Vërtet e thua?
Sigurisht që po, edhe unë. Edhe unë. Edhe unë. Po, edhe unë. Edhe unë. Ju lumt, me që është kështu mund të fillojmë të luajmë që tani. Ndërsa kjo është një rofishat. Kush e di nëse do arrit ta bëj dhe unë ndonjëherë? Nëse mendoni se topi është miku juaj më i mirë, një ditë edhe ju do të mësoni të bëni të gjitha këto gjëra. Do t'ishte me të vërtetë e mrekullueshme, zotri. Kam ëndruar gjithmonë ta bëj një gjë të tillë. Do t'ja dalësh mban. Mjafton të përkushtohesh për të bërë miku i mirë i topit. Do ta bëj. Edhe unë. Edhe unë. Forca, që sot e tutje duhet të mundohemi të bëhemi mik me topin. Sigurisht, zotri. Mirëmbrëma, mami. Të kam sjell një mysafir, e gjendot? Ashtu? E kush është ky? Quhem Roberto Cedinho, gëzohem. Ai dhe babi kanë qenë shok shumë të mirë në Brazil. Rastësisht unë sot e njoha tek fusha e futbollit. Kjo është letra që na ka dërguar babi. Mos më thuaj, nga Brazili largët vini? I kam patur nderin të njihe me kapitenin Harton pak kohë më parë dhe u bëm menjëherë shumë miq. Ishte ai që më këshilloi të drejtohesha tek ju. Shpresoj që kjo mos ju bezdis, zonjë nderuar. Ç'është ajo fjalë, është kënaqësi për mua. Miqtë e burrit tim janë edhe të mit. Rrini këtu si në shtëpinë tuaj. Shumë e sjellshme, ju falenderoj nga zemra. Ndoshta ti nuk e di, por Roberto është një futbollist profesionist shumë i zotit dhe luan në kombëtaren braziliane. Është vërtet e mrekullueshme. Është kapiteni i Brankosve dhe është golashënuesi i kampionatit. Sa bukur. Imagjinoje, mami, unë pata fatin të shikoj se çfarë është javë të bëj me topin. Ishte fantastik fare. Me të vërtet? Atëherë, zoti Cedinho, ju vini nga Brazili largët dhe burri im donte që të njiheshit me Olin? Jo, isha unë që i kërkova kapitenit Harton të vija në Japoni. Jam shumë kureshtar ta vizitoj. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për ty, Oli. Mund të mësosh shumë mbi futbollin gjatë qëndrimit të zotit Cedinho. Ky është një shans shumë i mirë për ty, apo jo? Po, nuk do të më iki nga duart ky rast. Robertoja do të jetë trajneri i skuadrës tonë, mami. Sa lajm i bukur. Do të bëhesh trajneri jon, apo jo, Roberto? Po. Sa do doja të isha këtu për këtë arsye. Kam ardhur në Japoni sepse isha shumë i dëshpëruar. Pasi e mbylla karrierën time si futbollist për shkak të shkëputjes në Ratin, kapiteni Harton këshilloi një spital në Japoni. Por ata duken të lumtur edhe nuk dua që të shqetësohen për mua. Tani për tani nuk do t'u them gjë. Një ditë ndoshta do të njohin të vërtetën. Sa i mirë. I dashur oktapod nuk e di se sa të kam zili. Pra tani, Artur, si ka mundësi që i ke zili një oktapod të shkret? Tani mjaft lomotite dhe haje sa është i ngrohtë. Po e kam. Mendo, sikur unë të kisha 8 këmbë si oktapodi, ndoshta do të ishte vetëm mënyrë për të luajtur futboll si Oli dhe Robertoja. Mjaft tani, mos u bëj qesharak. Nuk e dëgjove se çfarë tha Robertoja? Nëse dëshiron të luash mirë futboll, duhet të jesh miku më i mirë i topit. Haje shpejt tani atë gjën dhe shkojmë të stërviten mi jepi. Çfarë? Nuk e shikojnë që po bie gjithë ky shi? Fusha duhet të jetë mbushur plot me ujë. Mjaft u ankove, mos u bëj tembel. Çfarë? Më dëgjove, Artur?
Pati! Mire, pas keni haruar ju të dy se së shpejti do të kemi një ndeshje? E vërtet, në fal. Si gjithmonë të fut frikën ti. Çfarë dhe ti, Bruce? Shikoni, kam diçka të re për t'ju treguar. Tadam! Si ju duket? E kam qepur vetë me duart e mia. Dëgjoj, më duket mua apo vetëm emri Olit është aty? Pa, mos të shqetëson që ty? Mirë, kam përshtypjen se Patit i ka ndodhur diçka. Është e dashuruar me shikim të parë me Oliver Hatton. Llomotica të duash, nuk më bëhet vën fare, mbylle gojën dhe mendo të stërvitesh më mirë. Mirë, po ikim. Sa mendje lehtë. Nuk hyri në port. Ja doli. Orgëzimet e mia, Oliver Hatton. Ja dole mba. Nuk e dija që ishe këtu. Po ashtu është, ja dola mbanë, Roberto. Të lumt. Dua të them diçka. Që ku kam ardhur në këtë vend nuk arrit të mendoj për asgjë tjetër veç futbollit. Madje të them që nuk ka asgjë në botë që më bën më të lumtur se sa të luaj futboll. Topi është miku im më i mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Kur të pasha ditë që bëra të gjuajtjen e mrekullueshme, ndjeva një emocion të pabesueshëm dhe jam i sigurt se do ta mbajnë mend për gjithë jetën. Faleminderit për kompliment. Por fatkeqësisht mund të them që ka edhe gjëra që unë nuk mund t'i bëj. Duhet të bëhem një profesionist. Nëse ti je dakord, dua të përfitoj nga qëndrimi yt këtu për të përmirësuar në maksimum teknikën time. Si thua, Roberto, të lutem. Sigurisht që do të ndihmoj. Ha, çfarë mrekullie! Faleminderit. Dua të filloj menjëherë. Do të stërvitem rreptësisht. Do të jap maksimumin tim. Si thua, e provojmë edhe një herë që ta bëjmë atë gjuajtje? Në rregull. I dashur trajner. Po ju shkruaj këtë letër për t'ju lajmëruar mbi gjendjen time shëndetësore. Se apo arrita në Japoni, u vizitova tek një specialist që më këshilloi kapiteni Hatton. Asnjë të re. Diagnoza është gjithmonë e njëjtë. Shkëputje e pjetshme e retinës. Jam i detyruar të braktis futbollin profesionist. Është diçka shumë e dhimbshme, por jam i sigurt se ky është një vendim i duhur. Do të qëndroj në Japoni. Dua të provoj të mësoj atë që di disa të rinjve të talentuar. Kurajo, kush e di ndoshta kjo aventurë e re mund të më jap forcë për të ecur përpara. Fundja vazhdoj të jem përsëri në një fushë futbolli, edhe kjo më bën shumë të lumtur. Forca dhe një herë tjetër, po shikoj dritën në fund të tunelit. Të lumt! Only a bandit